Senati Amerikan i kontrolluar nga Republikanët miratoi vonë të shtunën projekt ligjin gjithëpërfshirës të presidentit Donald Trump për uljen e taksave dhe shpenzimeve në një votim të rëndësishëm procedural. Kjo rrit shanset që ligjvënësit të jenë në gjendje të miratojnë projekt ligjin që Trump e quan të madh dhe të bukur në ditët në vijim. Pengesa e parë u kalua gjatë një seance maraton në fundjavë të shënuar nga drama politike, përçarje dhe vonesa të gjata, ndërsa demokratët kërkuan të ngadalsonin në rrugën e miratimit të legjislacionit. Ligjvënësit votuan 51 pro dhe 49 kundër për të hapur debatin mbi mega projekt ligjin prej 940 faqesh, me 2 nga republikanët e Trumpit që u bashkuan me demokratët për të kundërshtuar legjislacionin që financon prioritetet kryesore të presidentit në fushën e emigracionit, kufirit, uljes së taksave dhe ushtrisë. Trump në rrjetet sociale përshëndeti fitoren e madhe për projekt ligjin, sipas tij i shkëlqyer, i madh dhe i bukur. Demokratët thonë se uljet e taksave në këtë projekt ligj do të sillnin dobi në mënyrë disproporcionale të pasurve në kurrizë të programeve sociale për amerikanët me të ardhurat të ulta. Sapo të zbardet projekt ligji, ligjvënësit do të fillojnë deri në 20 orë debat mbi legjislacionin. Kjo do të pasohet nga një seancë maraton amendamentesh përpara se Senati të votojë për miratimin. Ligjvënësit thanë se shpresonin të përfundonin punën mbi projekt ligjin të hënën.